Ja, flasë qikë shvërhat, si plak I vjetër. Dje, kur po vija në shtëpi, edhe po dëgjoja lajmet aty në YouTube, dëgjova një lajm që më kënaqi shumë dhe thash, kur të vinë në shtëpi, do kënaqem, do dëgjoj mjaft më shumë për këta. Dëgjova që dje, 2 parlamentet e tona, Parlamenti I Shqipërisë dhe I Kosovës, kanë bën një seancë të përbashkët në Prishtinë. Dëgjova që 2 kryeministrat e tanë, Kurti edhe Rama, kanë ecë krah për krah nëpër Prishtinë drejt zyrës së Kurtit me sa di. Dëgjova që ka pasur komunikime të këndshme në parlament midis 2 kryeministrave, një posull, një letër që e çon njëri tjetrit. Edhe pra më kënaq shpirti. Më kënaq, më fo zemra, më fo më nga. Kaq tu nga politikanët tanë, dëgjova që Rama aty në parlament ka thonë një fjalë që më kënaqi mua si shqiptar, pavarësisht e dua apo s'e dua Ramën. Pavarësisht nëse është hipokrizia, po është e vërtetë, ne kemi nevojë të dëgjojmë. Që thotë që faj për problemet që ka Kosova me Serbinë është komplet I Serbisë. Nuk është joni. Nuk është I Kurdit, nuk është I Partisë Kurdit. Kjo është mjaft. Dëshirën që të ecim përpara, të futemi së bashku aty ku jemi NATO, edhe Kosova, edhe në Bashkimin Evropian ku ne po futemi, e Kosova po bën përpjekje të saj që meriton politikisht, meriton të shkojë para nesh Kosova, po nuk është qëllimi im në këtë video të bëjmë krahasime kush ka ecë më para, kush ka ecë më shumë. Më kënaqi jashtëzakonisht ajo deklarata e Kurtit që tha ne kemi heq, më duket se tha 3 milion për vit, apo 3 milion për s'ka, 3 milion euro, 3 milion dollar, I kemi heq nga buxheti I shtetit për që quhet kjo lukina për shevës, për lukina për shevës është duket kështu, se heri që Medveç që ka janë këto bujonace shko, për lukina për shevës, edhe uroj që dhe Shqipëria të bëjë një gjë të tillë, mua nuk më ngjau që shif çfarë bëjmë ne, jena më mirë të bëni dhe ju, më ngjau si thirrje, si dëshirë, edhe lutje, edhe rizgjim I ndërgjegjes së shqiptarëve që të bëjnë edhe ata, duhet të bëjnë edhe për malin, si shqiptarët e malit si, pavarësisht që janë më në rrezik atë në Bojanac, duhet të bëjë edhe këta Shqipëria, këtë më kënaqem. Kisha sa momente që nuk ndjeva mirë, nuk më erdhi mirë, por nuk I paragjykoj se kur diçka është mirë, nuk duhet të I lash me një anë ato që duken keq. Për shembull, më duket që nuk e di kush që ky nga mënyra e folurit, nga dialekti zonor, më duk që do të jetë I krahinës së Shqipërisë, dhe tha që vllai, ne shqiptarët kemi një traditë që vllajin nuk e këshillon në publik, e këshillon në shtëpi. Vllajin e këshillon në shtëpi, që po ta mos më mor vesh edhe me sot ulet, që më nuk më kënaqi, sepse më duk që po bonin politikë, si që boni dhe Ramushi politikë. Ramush Hajdini më duket që sulmoj. Kurtin kështu që që sulmoj. Ramën, këtu nuk janë momente. Ne vetëm një herë bashkohemi në vit, ndoshta ose në 2 vjet, 2 parlamentet që të bëjmë politikë. Nuk është momenti të bëjmë politikë, po ndoshta shikojmë gabim, po unë nuk u kënaqja, pse nuk u kënaqja unë? Për arsye se Rama edhe kur e fajsoi Serbinë për mosecin e gjoja këtyre që janë këta marrëvesh, normalizimi I marrëdhënieve Serbi-Kosovë. Edhe kur e fajsoi Serbinë, diku duk sikur kritikoi
Nuk më gjau si kritik, më gjau si këshill, nuk përshpun Kurtin që tha, ne duhet të ecim përpara, mos të lëmë Kosovën peng Beogradit. Beogradit i pëlqen kjo gjë. Pse i pëlqen Beogradit? Sa më shumë ne kundërshtojmë, ose dalim si kur kundërshtojmë, ose zbim dakord me Beogradin, Evropa penalizon Kosovën, Kosova nuk hyn në Evropë, kënaqet Serbia, sa më shumë të izolohet, edhe kështu që i pëlqen Serbisë mos ketë, të na lejë neve që mos bim dakord me ca, të krijoj ca sebebe, ca gjona që mos i kënaq shqiptarët, që shqiptarët mos bim dakord, duke mos rënë shqiptarët dakord me këto propozimet e perëndimit, izolohemi ne. Serbia nuk izolohet. Serbia e ka Rusin mrapa, e ka gjithë botën slave mrapa. Serbia ka Kinën, ka botë. Ne s'kemi asnjë në Kosovë, ne izolohemi, i pëlqen Serbisë që ne të kemi probleme. I shkon për shtatë Serbisë politika e Kurtit, edhe pse Kurti për mua është shëndetare, është patriot, por i shkon për shtatë. Se Serbia atë don, pavarësisht që ne nuk e kuptojmë. Atë don që ne mos bim dakord, natyrisht i nxjerr sebepet vet, që ne Evropët na izoloj, se izolohemi ne shqiptarët. Serbia nuk izolohet vëllezër e motra bile edhe në perëndim. Ashtu si në kohën e Titës që ata hanin, pinin dy sisa, edhe lindjen edhe në kohën e Titës, ashtu Serbia e ka gjithë botën slave që e ndihmon, kanë nga herë në divergjencë të çove armë për municion Ukrainë, se çojnë sa mi bëj qefin Evropës, janë lojra politike, ne s'kemi njeri. Kosova ka vetëm Shqipërinë, as ka tjetër. Por u ngrit pra thash një nga këto deputetët shqiptar, edhe tha aty që vllai, ne kemi traditë në shqiptarët, shpresoj që e ka për gjithë shqiptarët në kënd botës, jo vetëm shqiptarët për në shtetet shqiptar. Ne kemi traditë që nuk e këshillojmë vllai në sy në publik, për në shtëpinë tonë me zatulet, po i tërhiq të vrejtje, po kredikonte në mënyrë të kamuflume gjoja Ramën, që këshilloi Kurtin që ne duhet të ecim përpara dhe në qoftë s'na pëlqen diçka, se ne duhet hym sa më shpejt në Evropë, e kam lavin për Kosovën edhe në NATO. Mos po mi pengesë, edhe po me la që duhet heqësh dorë, po jep të një këshill aty, Kurtit nga këto që t'jenë 100% në favorin tonë, se s'mund t'jenë, megjithëse unë nuk pranoj kur që të bëjmë ndërlëshime që të lejmë Mitrovicën, por ishte një këshill. Ky shqiptari tha që ne nuk japim këshilla në publik, por në shtëpinë tonë. Vllajt nuk japim publik. O nuk u kënaqem me këtë. Se na ishim në shtëpinë tonë. Am lidhemi në Tiranë, am lidhemi në Prishtinë, ne jemi në shtëpinë tonë. Parlamenti të dyve është parlamenti jonë. Ne duhet mendojmë që jemi në shtëpinë tonë, edhe duhet të mendojmë ata që jemi në shtëpinë tonë të parlament, kudo që jemi, kur bashkohemi bashkë. Edhe ty japim këshillat njëri tjetrit, ne nuk jemi në Bruksel. Në Bruksel mos e sulmon. As Rama Kurtin, as Kurti Ramën. Atje nuk je në shtëpinë tonë. Atje mos i kërko llogari, atje mos e ve para përgjegjësisë, atje mos i ve fajin Kurtit. Por aty në ishën në shtëpinë tonë, ti pa dashje, kur çdo që tha këta, pa dashje ti tregove që jemi jo në shtëpinë tonë, pra nuk përkasim njëri tjetrit, nuk kemi një shtëpi. Më vjen shumë keq. Ishim në shtëpinë tonë. Meqense se jemi në shtëpinë tonë, edhe fjala e Ramushit që tha, jo po Kurti po ndash shqiptarët, tu po ndan shqiptarët atje, edhe po nuk e hesin në Shqipëri, pra pranohet si politikë se ishim në shtëpinë tonë. Pra ishim në shtëpinë tonë, jemi një shtëpi. Por ajo që desha të them unë është, unë sapo kam nis punën për një lëvizje mbar popullore, socialiste, demokrate, kushdo që t'jenë, jo për ndryshimin e qeverisë, jo për të sulmu, apo për të ndihmuar një parti, po për ndryshimin rrënjësor
të zgjedhjeve që të mos kemi më në të ardhmen listat zeza ose listat mëdhura që diktojnë ato popullit se kush duhet i prezantojë ata në vend që popullit i zgjedh. Kaq është kjo lëvizje. Mirë, po kur pash këtë parlament përbashkët, këtë kuvend përbashkët, unë thash me veten time, po t'i kam fal Edi Rama. Edhe kushdo që jeni, ju a fal gjithë ministrat i kesh të korruptum. Ne kaq duam për ju, kushdo që të vjerë do të jetë i korruptum, po të paktën, na jepni neve të besojmë, edhe sikur të na mashtroni, që jemi një, që dy shtetet tona, Kosovë e Shqipëri, pavarësisht sa dallimeve që mund të kenë, janë një, që e shihni njëri tjetrin si dy vëllezër, edhe këshilloni edhe kundërshtoni, por për të mirën tonë të përbashkët si kam. Edhe inshallah do Zoti që edhe Shqipëria jonë ju vidhni mjaft, ju vidhni pafund. Aq sa jep shteti i Kosovës për Përshevën dhe Bujanocin, ju i vidhni çdo ditë me kontrata, ju dhe Balluku që nxorri ajo gjykata kushtetuese me të drejtë. Mendoj unë që e pezullimin nga gjykata speciale, ju aq pare sa ka dhënë Kosova për Shevën, ju i vidhni çdo ditë, çdo orë me kontrata. Duhet të hiqni dhe ju me njanë si shtet shqiptar, sa do të varfër jemi ne, 3 milion, 5 milion, 10 milion dolar për Shevën, për Bujanocin, edhe kryesisht për ata që jetojnë, ndërtojnë familje atje, që mos të zbrazet. Ne gjithsi kam duhet të bëjmë çështje mundme për këtë, edhe për malësim, për ata që kthehen ose krijojnë familje në malësi, ku po shkëputemi çdo ditë më shumë. Në përvisët tona shqiptare, ku shqiptarët jetojnë, por kanë frikë të shprehen që janë shqiptarë, sidomos në Sanxhak, duhet kemi fonde. Jemi të varfër, po sinimon botën, e vetë duhet heqim pak nga dhjami jonë. Po botë ka që ju, ne s'kemi nevojë për asgjë tjetër. Ne atëherë le të fitoj kushdo me vota, kushdo që por nuk kemi në dhimbje shpirtërore. Në dhimbjen këtu e kemi të kombi, se kushdo që të vjerë në pushtet. Ne populli do metemi gjithmonë po ai që jemi. Në qoftë se bëjmë ndaj pare, e në ndërtohet një jetë pak më mirë, më e bukur, mirë, por nuk na vin ndihma nga ju lart. Por të paktën ju të ndoni atë janë të ndoni kombin, t'jeni të përbashkët pak në dy shtete. Kjo më kënaqe dje, por nuk më kënaqe fakti që kur erdha në shtëpi, mendova se do të gjej shumë më shumë lajme e komente, ndoshta s'më dolën rreth kësaj, se kjo është gjë e madhe. Për mua kur dy shtetet tona, dy parlamentet tona, dy kryeministrat tanë gjejnë gjithë përbashkët, edhe nëse nuk gjejnë, tregojnë që janë për të dy bashkë, për interesat kombëtare. Kur vjen në Tiranë vetëm për interesat e shtetit Shqipërisë, në Prishtinë për interesat e shtetit Kosovës, po bashkërisht për gjithë bashkësinë shqiptare. Por u habita që nuk dëgjova asgjë, se kur që një moment para një 5-6 vjetësh, kur Rama nuk i dha dorën Kurtit për çarjen e u bë jehon, u fol ditë natë nëpër media, u fol një javë rresht, kurse kjo që është një gjë madhore, nuk u fol fare, nuk dëgjova asgjë. Edhe një herë, unë jam i kënaq të ketë më shumë, po do të isha shumë i kënaq në qoftë se mediat do të trompetonin këtë, do të flisin më gjatë për këtë parlamentin e përbashkët. Edhe një herë nuk do më vjen mirë më që të thonë që ne nuk këshillojmë publik, na ishim në shtëpinë tonë, edhe tashti, mos i thash këtë, kanë edhe sa gjëra tjera që janë shumë interesante. Edhe që gjykata tona po mundohet të mbrojnë kushtetutën dhe e shkelin në të njëjtën kohë kushtetutën kur e mbrojnë ata. Për shembull, dje kanë ndodhur dy gjëra fenomenale në gjykatën kushtetuese. Ajo Balluku që pezullu gjoja nga puna, nga një gjykatë speciale se është në hetim për vjedhje.
Rama e majtë në detyrë, nuk e njohë ato dhe ka bërë shumë mirë që e ka majtë në detyrë, jo se duhet majtë Balloku, kjo shkrim, duhet a heqi, sepse thjesht që ka humbë besimin popull, që ajo ka vjedhë, deri ku dale pastër, në momentin që ajo mendohet që shkrimin e le Rama duhet ta flakte. Edhe si kur t'jetë implikum vetë me të vjedhje që në qoftë se Balloku ka vjedhë, është e vështirë të besosh që nuk ka vjedhë Rama. Rama duhet ta flakte ato me njëherë. Mirë po, ka bo një gabim, mirë po ka bo një të mirë shumë të madhe që ka majtë. Ku është e mira? E mira është se në qoftë se do ta hiqte, atëherë do të bëhesh de facto që gjykatët kanë të drejtë të shkakojnë ministrat që janë vetëm në kompetencat e kryeministrit. Edhe në qoftë se ata kanë kompetencat të shkakojnë, atëherë duhet të kenë kompetenca dhe që të emërojnë, që është e palogjikshme. Do bëhesh pastaj edhe president, që sa herë të dëshon të gjykata se një ministër ka bo një veprim që mund duket jo i ligjshëm, të shkakoj, nuk është e drejta. E gjykatëve të emërojnë e të shkakoj. Ndoshta gjykatët kanë drejtë të arrestojnë. Pra, Rama këtu ka bërë mirë për arsye se mbron imunitetin e shtetit, mbron atë ndasin, atë ndarjen midis gjykatëve dhe ekzekutivit, ose që quhen këta ligjvarësve. Duhet të kenë këta ato me vetësinë e tyre ku njëna së ndërhyn tek tjetra, me imponim më fortë, sa ashtu të herë do dalë edhe Rama t'i shkakojë ata, sa të marrin paret nga fondi i shtetit gjykata. Pra atë Rama duhet pas ka fuqi nesër të shkakojë atë kryetarin e gjykatës, edhe atëherë ne do nisim një lutje gjykat, kryeministri që s'është demokracia, është dhunë kush mund të fitojë. Pra ka bërë shumë një Rama që e ka marrë atë për nga ana e precedentit, mos krijohet precedent, por ka bërë shumë gabim. Unë po t'jem kryeministri Rama, tashi që e fitova atë të drejtën që duhet ta ketë shteti gjithmonë, që nuk mundet gjykata të heq ministrat, as të emërojë, as të shkakoj. Tashi Rama duhet ta heqi Ballukun vet, për arsye se Balluku ka një reputacion jo të besueshëm në popull. Mirë po, më ndodh diçka, ajo teoria machiavelliane që thot hesht bësh stoik, se ajo është mbrojtje më e mirë, edhe hiqës sikur s'ka ndodhur asgjë. Në qoftë se Rama, edhe parlamenti shqiptar, edhe ministri shqiptar, do ta bëjnë veshin shurdh, edhe syrin qartë, themi ne, qoftë nga kritikat, qoftë nga akuzat, qoftë nga hetimet, atëherë kjo heshtja është më zhurshme, më t'jep fitore edhe më të mëdha, edhe populli mësohet edhe duket që është gjë normale. Uroj që mos ndodh, sepse do heshtin, por unë mendoj që Rama ka bërë mirë, që nuk e ka heq Ballukun, edhe se do dilte që e hoqi gjykata, s'duhet të jap këtë drejt gjykatave që të heqi. Te kalu gjykata të jurisdiksionin, kompetencën, autoritetin, e ka kalu gjykata aty, ka bërë mirë që nuk e ka heq, por Rama do bëj jashtëzakonisht keq nëse tash e man Ballukun, për arsye se tash Rama e heq Rama. Jo ta hiqte gjykata, po ta hiqte dje Rama. Do dilte që nuk ka heq Rama, po ja futi dy komët në këpuc edhe ajo gjykata dhe detyroi, ku është problemi, nuk është problemi i madh, por do të sillte problem qeverive që vinë nesër, që sa herë gjykata të teket gjykatës, sa ashtu i mushet mendja se ka që lloqen gjykatë do t'jenë 3-4 veta
në krahun ta 3-4 vetën tjetër, zgjedh nga janë ato, zgjedh që besimesh politike kanë, atëherë del që gjykatët nesër pas nesër do na i heqin neve. Këto, ministrët do të na i vejnë. Pra edhe një herë, unë jam jo shumë i dëshpëruar sot me këto ngjarje që kanë ndodhur. Jam përkundërzi, ndjem optimist, pozitiv në vetveten në shpirt, se mund këta më kënaqin kur janë të drejta. Më kënaqi parlamenti i përbashkët, më kënaqi ajo e Kurtit, që i bën thirrje deri diku Shqipërisë që hey, ne kemi komunitetin e Bujanocit që duhet të ndihmojmë. Ne Kosova e vogël i hoqëm 3 milion euro nga buxheti, hiqni dhe ju e jepni. Kjo është një mrekulli. Kjo është një mrekulli sa kohë që ne nuk ndihmojmë për shembull partizan për sheu që janë simpatizant Kurtit apo të Ramës, por ndihmojnë popullin e thjesht, ato që të metën atje edhe pushtetarët që të kenë pak më fuqi, mos i bëjnë trusni ato, por duhet të hedh syt edhe kryesisht nga Sanxhaku. Kemi një gocë atje, një Amina Nurje, nuk e di se si e ka. Ajo po bën një punë fantastike atje që tek shqiptarët e Sanxhakut, që shumë për tyre kanë filluar të harrojnë që janë shqiptarë, të fillojnë të flasin gjuhën shqipe, të mësojnë rreth historisë shqiptare, rreth prejardhjes së tyre, diçka e tillë. Këto duhen përkrah nga Tirana edhe nga Kosova. E në Shqipëri gjykata më kënaqet dje gjykata kushtetuese, që e hodhi poshtë ato të gjykatës speciale, por kushtetuta po shkilet. Është pra duke luftut mos shkilet kushtetuta po shkilet. Pse po shkilet? Ja, për shembull, po shkilet sepse në momentin që nuk barazia nuk është e barabartë për gjithë, është shkel kushtetuta. Edhe mënyra se si është trajtuar për shembull Ilir Meta, Erjan Velia, në krahasim me Ballukun dhe në krahasim me atë Ahmetën që e lanë të lirë të ratisësh, tregon që gjykatët e tona nuk veprojnë në mënyrë të barabartë me të gjithë personat. Pra, gjykatët vetë, duke marrë vendime edhe duke vepru në mënyrë të diferencuar të ndryshme për njërin e ndryshe për tjetrin, e kanë shkel kushtetutën. Edhe por të paktën duket që shenjat janë të mira. Sami Gjoka ju përshëndet, urojmë që ne të kemi sa më shumë lajme kur shohim dy shtetet tona që i koordinojnë punët me njëri tjetrin. Do të kenë divergjenca, por divergjencat të jenë të tilla që për shembull Ramës mund të pëlqej më shumë Ramush Haradinaj e jo Kurdi, apo Kurdi mund të pëlqej më shumë Fjalavia Grand Shehaj dhe Sali Berisha. Këto do të jenë se ne jemi shqiptar, por mbi të gjitha ne të jemi bashk. Edhe ti koordinojmë këto dhe shohim sa më shpejt heqjen e doganeve, heqjen e pikave kufitare midis Shqipërisë, zyrtare dhe Kosovës. Sami Gjoka ju përshëndet.